Zekatin, a lejohet që prindi t'ia jap fëmijës, ose fëmija prindit, apo vllajt, apo motrës, ose bashkëshortit? Lejohet që prindi t'jap zekatin fëmijës, ose fëmija t'jap zekatin prindrit, por me kusht që t'jetojnë të ndarë, sepse nëse jetojnë bashkë, atëherë bie që njeriu t'jap zekatin vetvetes. Kjo është e para, pra të jetojnë të ndarë, dhe e dyta, të mos e jap në vend të shpenzimit të detyrueshëm. Nëse fëmia e ka detyrë të shpenzojë për prindin, fëmia ka të ardhura. Prindi nuk ka me çfarë të mbahet. Atëherë ky fëmijë e ka detyrë të shpenzojë për prindin. Dhe nuk lejohet që të jap zekatin në vend të shpenzimit të detyrueshëm për prindin. Por ai mundet që të shlyej borxhin për shembull prindit. Se ka detyrë fëmia që të shlyej borxhin prindit. Kështu që mund të jap zekatin për shlyerjen e borxhit të prindit. Ose nëse fëmia nuk ka mundësi që të mbulojë shpenzimet e prindit. Nuk ka aq të ardhura sa për të mbuluar shpenzimet e prindit, por nga ana tjetër, ai ka detyrë që të jap zekatin. Se për shembull ka një biznes që ka, domethënë, vlerën 10.000 euro. Të ardhurat e këtij biznesi, atij nuk i mjaftojnë vetëm se për familjen e vet, për veten dhe fëmijët e tij. Dhe nuk i mjaftojnë për të dhënë për prindit. Në këtë rast, atij i lejohet që zekatin e këtij biznesi t'ia jap prindërve të tij. Po kështu i lejohet bashkëshortes që t'i jap zekatin bashkëshortit të saj, edhe bashkëshortit i lejohet që t'i shlyejë një borxh bashkëshortes. Po, jo t'i jap zekatin bashkëshortes në vend të shpenzimit detyrueshëm për të, se dihet që bashkëshorti ka detyrë që të mbulojë shpenzimet e bashkëshortes. Por mund të shlyejë një borxh bashkëshortes, nuk ka problem. Gjithashtu, zekatin mund t'i japësh vëllait, mund t'i japësh edhe motrës, nëse ata jetojnë të ndarë, por jo në vend të shpenzimit të detyrueshëm për ta, se mund të ndodhë me fjalë që vëllai është i varfër ose motra është e varfër dhe nuk ka me çfarë të mbahet dhe nuk ka mundësi që të fitojë, të punojë dhe të mbahet. Në këtë rast e ke detyrë që nëse ke të ardhura, e ke detyrë që ta mbash financiarisht, të shpenzosh për vllain dhe për motrën. Kështu që në këtë rast zekati nuk lejohet që të jepet në vend të shpenzimit të detyrueshëm, por mund të jepet zekati për shlyerjen e borxhit të vllait ose të motrës, ose pasi nuk i ka detyrë njeriu që të shlyejë borxhin e vllait apo të motrës, ose mund të jepet zekati vllait ose motrës, nëse njeriu nuk ka aq të ardhura sa që të mbulojë shpenzimet e vllait dhe të motrës, atëherë lejohet që të jap zekatin e biznesit apo të parave që i ka. Dhe duhet të kemi parasysh që nëse njeriu ja jep zekatin njeriu të fisit me shpërblim më shumë. Është më e mirë se i quhet sadaka, po i quhet edhe një vepër mirëbërje ndaj njeriu të fisit, me shpërblim si sadaka, me edhe shpërblimin e rujtjes e lidhjes me njeriu të fisit, siç përmendet një hadith profetit sallallahu alaihi wasallam.